Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka zbuluar një tentativë të sofistikuar për trafikun e lëndëve narkotike nga Amerika e Jugut drejt Shqipërisë, ku dyshohet se ishte përfshirë direkt Ervis Doçi, i njohur ndryshe si Visi i Pojës. Sipas hetimeve, Doçi ishte vetë i angazhuar në organizimin dhe logjistikën e transportit të drogës nga Peruja, përmes valixheve të diplomatëve, të cilat nuk i nënshtroheshin kontrollit doganor. Në korrik të vitit 2020, përmes aplikacionit të enkriptuar SkyECC, Doçi komunikonte me bashkëpunëtor të paidentifikuar duke detajuar itinerarin, numrin e personave të përfshirë dhe sasinë e lëndës narkotike që do të transportohej në Lima, Guatemala dhe Nicaragua. Në një mesazh të datës 7 korrik ai shprehet: "Po më thot shoku që ka një variant me diplomat me valixha", duke vijuar më tej me përgatitjen e dorëzimeve në hotele dhe adresa të përcaktuara, si Kaja Anda Wireless 481 Lima dhe lokalin Thanos. Bisedat vijuan deri më 24 korrik, ku përcaktua koha, vendi, kodi i identifikimit Hello Antalya dhe veshja e personit që do kryente dorëzimin. Megjithatë, SPAK thot se plani nuk u finalizua, ndonse organizimi ishte në fazën përfundimtare. Ky zbulim nënvizoi nivelin e lartë të sofistikimit të rrjeteve të trafikut ndërkombëtar dhe shfrytëzimin e statusit diplomatik për të shmangur kontrollin ligjor. Hetimet po vijojnë për identifikimin e bashkëpunëtorëve dhe vendosjen e tyre para drejtësisë.